Zotin e botrave e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që humba të përveç tij. E ka humba ai, nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Ka krijuar njeriu, çdo gjë që shikojmë tregon se Zoti i gjithësisë ekziston. Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin midis natës dhe ditës, thot Zoti i gjithësisë, ka argumente për ata që kanë intelekt. Krijuesi i gjithësisë, Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar, ka krijuar gjithçka në këtë dynja që është në shërbim të njeriut. Zoti i gjithësisë na ka krijuar me një qëllim, që ta adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm, mos i bëjmë atij shok në adhurim. Vlla dhe motër, ajo që i bën dobi njeriu ditën e gjykimit është besimi i tij dhe veprat e mira. Ajo që na bën dobi ditën e gjykimit, motër e nderuar, ajo që na bën dobi ditën e gjykimit është besimi jonë, janë veprat tona, është namazi jonë, janë urdhresat e të Madhit Zot, për cilat na ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Lumë për atë njeri i cili e praktikon,